Yjetët e showbizit kanë lëkurë shumë të bukur e sigurisht që ata dinë si të kujdesen çdo ditë. Produktet e tyre janë shumë larg për buxhetin e shumicës së njerëzve, por ka disa maska fytyre që mund të përgatiten me lehtësi. Miranda Kerr ka një trajtim që e bën rregullisht në shtëpi. Mask fytyre me feta të holla kastraveci. Lëngu i tyre thith papastërtitë e lëkurës. Julia Roberts ka lëkurë të thatë dhe mjalti është mjaft i mirë për të. Vendoseni në fytyrë dhe mbajeni për 15 minuta. Një tjetër përbërës natyror shumë i mirë është e bardha e vezës, thot Katy Perry. Përzjejeni atë me vaj bajame, aplikojeni në fytyrë dhe lëreni për 10 deri 15 minuta. Lule shtrydhje është zgjidhja ideale për lëkurën e ndryshme. Maskën mbajeni 5 minuta dhe rezultatet do të jenë shumë të mira. Kjo është ndër maskat e preferuara të Beyoncé. Përzieni një banane, 2 lugë mjalt, pak ujë dhe aplikojeni në fytyrën tuaj për 20 minuta. Është e jashtëzakonshme për lëkurën e thatë si ajo e Anne Hathaway. Emma Watson përdor mask me papaja. Përzieni një gjysmë filxhani papaja me një lugë çaji mjalt. Lajeni fytyrën pas 15 minutash. Të kujdesesh për veten nuk është një ekskluzivitet vetëm i VIP-ave.